Një burg kaloi 2 vjet në burg dhe, kur u lirua, askush nuk erdhi ta priste. Megjithatë, ai ishte aq i lumtur sa u hodh përpjet, sepse besonte se ishte gati të bëhej miliarder. Doli se, para se të shkonte në burg, ai kishte vjedhur një diamant me vlerë 200 milion. Por sa po e kishte marrë në dorë, u shfaq policia. Pa pasur zgjidhje tjetër, ai vrapoi drejt kantierit të ndërtimit përballë dhe e fshehu diamantin atje. Para se të largohej, u sigurua ta mbante mend adresën e tubit ku e kishte fshehur, ana veriore, kati i 3. Plani i tij ishte të kthehej ta merrte sapo të dilte nga burgu. 2 vjet më vonë, kantieri ishte shndërruar në një komisariat policie, ku hyrja lejohej vetëm me kartë identifikimi. Kjo e tërбëroi burrin. Pikërisht atëherë pa një korrier dhe pa pritur i lindi një ide. Roja e sigurisë i tha se vetëm 2 lloje njerëzish mund të hynin në ndërtesë, ata me distinktiv policie dhe ata me pranga. Kështu që burri bëri një distinktiv policie të rrem dhe hyri me vetbesim në komisariat, duke u drejtuar drejtë në katin e 3, aty ku kishte fshehur diamantin. Pikërisht kur po bëhej gati ta merrte, një burr u fut pa pritur brenda dhe ai, i trembur, e goditi dhe e rrëzoi në tokë.